Që jashtëzakonisht mirë, sepse nuk ishte doza euforie te ne. E pritshim rastin tonë që të bëhemi cinik. E kishte analizu jashtëzakonisht mirë kundërshtarin, jo vetëm pjesën e skemës taktike, por edhe lojtarët individualisht, sepse zgjedhjet që bënin futbollistat kur futeshin në duele, dikun kishim duele të zgjuarësisë, dikun kishim duele të forcës, dikun kishim duele të përvojës, edhe në mas të madhe ne i kemi fitu këto duele. Kështu që vetëm duhet përgëzu trenerin, edhe po t'ja bëni një pyetje trenerit, ai do të thotë se ndoshta edhe përveç skemës taktike që ka zgjedh që si taktikisht të përballemi, ju ka sugjeru futbollistëve edhe për individ se si të përballen me ta në situata caktune. Do me thonë, kjo më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Disiplina taktike që unë nuk e kom pa asnjëherë Uzunin të vrapoj në fazën defanzive ashtu, as Brojen. As Brojen që të vrapoj ashtu në fazën defanzive. Kur nuk e kam pa Brojen që ka vrapu në fazën defanzive ashtu, që është mundu jashtëzakonisht shumë detyra taktike të trenerit. Duhet japim disa komplimenta edhe djalit sepse është harruar pak, dje kanë marrë vëmendje të gjithë dhe Broja vetëm pa e kritikojmë tani. E ka një të mirë. Tashti na e dim Tashti, shikus të këshyrin vetëm lojën për para të sulmus. Bani gol, bani në driblim, po tash na që jemi ekspert, duhet të analizojmë lojën në përgjithësi. Është pafaqshme. Dua, profesor, të ndalemi pak edhe tek Armando Broja. Ti e cek edhe pak më herët për pjesën e një pune më të madhe defensive që i po bën, pra një sinjal më i mirë. A do kthehet Armando Broja si më parë? Ky është meraku dhe lutja e çdo tifozi? Qa kemi me folë, Armando ka shumë kualitete, na vetëm i dëshirojmë që sepse atë dëmtimet e kanë lënë mrapa. Na dëshirojmë që ai të vazhdoj të luajë në kontinuitet, dhash Zotit mos ketë dëmtime, se ne nuk merakosemi për talentin e Brojës, sepse ai e ka talentin. Na nuk merakosemi se si do të shfaqet ai. Por kur një lojtar vazhdon edhe luan në kontinuitet, arrin në një formë të mirë. Nëse lojtari ka dëmtime, si që ka pas Broja, tashti i ka pas ato oscilimet e veta, por tashti ne e pam 2-3 herë kur e kap topin ai, është lojtar i klasit botnor. Si do dukën duelin me Pavlovicin dje? Çap superiorisht e Broja, çka kemi me diskutu për këtë pjesë. Një mbrojtës titullar të Milanit dhe një lojtar i cili një mbrojtës titullar të Milanit, një mbrojtës jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht i fuqishëm, po që kur vinte te Broja kishte frikë nga Broja. Thonë ky disa herë ja pranonte topin edhe shikonte kështu ai kishte frikë me bëni hapë sepse Broja tik. Është i shpejtë, është i fuqishëm. Domethënë vetëm dash Zoti që ai ta ketë shëndetin edhe të luajë në kontinuitet, edhe unë nuk merakosem për Broja.